Sot qëndroj para jush me mirënjohjen më të thellë për besimin që qytetarët ma kanë dhënë edhe një herë. Prishtina foli, dhe ky besim për mua është vazhdim i përgjegjësisë dhe motivit. Është zotim për të vazhduar punën me përkushtim të palëkundur. Ju falimderit që na keni besuar drejtimin e qytetit tonë. Falimderit që besuat në vazhdimin e vizionit transformues për Prishtinën. Po hymë në këtë mandat me vendosmërinë për të përfunduar projektet kapitale, për të vazhduar investimet në arsim e shëndetësi, në zhvillim rural dhe në të gjithë sektorët që prekin drejt për drejt cilësinë e jetës së qytetarëve tanë. Do të vazhdojmë të përkrojmë idetë inovative, të mbështesim krijimtarinë e rinisë dhe energjinë e tyre për të ardhmen, duke respektuar, restauruar dhe integruar trashëgiminë tonë kolektive me vizionin modern, të cilat kryeqytetit po i sjellin çmime me renome ndërkombëtare. Kjo është Prishtina, këta janë profesionistët e saj, këta janë qytetarët që nuk hoqën kur dorë prej këtij qyteti. Dhe këta qytetarë meritojnë zhvillim e respekt. Një falënderim i veçantë për institucionet ndërkombëtare dhe ambasadat për bashkëpunimin dhe respektin e ndërsjellë. Do të vazhdojmë të kultivojmë këto marrëdhënie me mirënjohje dhe me profesionalizëm. Jemi thellësisht mirënjohës për miqësinë e secilit prej jush. Ju falemnderit nga zemra. E dim se mandati i kaluar nuk ka qenë ashtu si që kanë merituar qytetarët, ka pas blokada të kalkuluara politikisht, vonesa e pengesa dhe prej tyre më shumti kanë vuajtur qytetarët. Uroj me zemër që në këtë mandat të reflektojmë dhe mos e detyrojmë popullin të dëgjojë diskurse përçarëse, të mos e vendosim qytetin peng të kalkulimeve politike, secili prej nesh jemi të votuar me i shërby qytetarëve e jo partive politike. Prandaj e kemi për bërç të bëhemi bashk e të punojmë, të mos projektojmë kriza artificiale, të mos krijojmë blokada që e lodhin qytetin, por të punojmë me përgjegjësi të përbashkët për të ardhmen tonë. Ne jemi këtu në shërbim të qytetarëve. Na sfidoni, na kritikoni, kërkoni ma shumë prej nesh, kështu bëhemi më të mirë. Kritika sinqert është motori i zhvillimit. Ajo e mbre udhëheqjen. Ne gjithmonë do ta mirëpresim. Le të debatojmë kur duhet, por mos të harrojmë kurrë se çka na bashkon. Dashnia për Prishtinën dhe detyrimi për të ardhmen tonë dhe për fëmijët tonë. Drejtorët dhe ekipi i kësaj qeverisje duhet të kuptojnë të qartë se puna dhe llogaridhënia janë themeli i kësaj detyre. Pres nga secili profesionalizëm, integritet dhe përkushtim qytetar. Unë, si edhe 4 vitet e kaluara, do t'jem këtu 24 orë, 7 ditë në javë, gati për bashkëpunim dhe për zhvillim. Pa ngjyra politike, pa inate e pa barjera. Qytetarët nuk kanë zgjedhur për t'i ushqyer egot tona, por për me punu për ta. Uroj që një qeverisje e tillë e hapur, përgjegjëse dhe vizionare të jetë shembull edhe në nivel qendror. Ju e dini që unë as nuk jam dalë e as nuk do të ndalem para asgjëje kur bëhet fjalë për zhvillimin e kryeqytetit dhe për të drejtat e qytetarëve tanë. Dhe kështu do të vazhdoj edhe në këtë mandat, për këtë betohem sot. Prishtina për te nuk është vetëm slogan, është drejtim. Është kapitulli i dytë i një plani 8 vjeçar për një kryeqytet që nuk sillet si komunë zakonshme, por si zemra e Kosovës, dinamike, digjitale, e gjelbër, e hapur dhe bashkëpunuese. Është bashkëpunuese ndaj rajonit dhe botës si qendër arti, kulture, inovacioni dhe ndërmarrësie. Para nesh
kemi projektin madhor të lojrave olimpike Prishtina 2030. Një mundësi historike për qytetin dhe për Kosovën. Kjo kërkon bashkim, përkushtim dhe vizion të përbashkët. Kërkon që brezave të ardhshëm këta kampion që po na sjellin çmime ndërkombëtare të bëjmë të lëm infrastrukturën sportive që meritojnë dhe që u ka munguar për dekada dhe të japim Prishtinës imazhin pozitiv ndërkombëtar që ka fituar me punë dhe dinjitet. Të nderuar asambleist, ky është momenti ynë të ecim përpara me vendosmëri, me energji dhe me dashni për Prishtinën. Bashk mund të ndërtojmë Prishtinën e së nesërmes për cilën edhe ju si asambleist të jeni krenar me kontributin që keni dhënë. Bashkë të vazhdojmë të bëjmë Prishtinën një qytet modern, inovativ, të mençur dhe me plot mundësi për të gjithë. Ju falemnderit nga zemra për besimin, tani është koha për punë të madhe dhe unë jam i gatshëm si gjithmonë të shërbej kryeqytetit tonë me respekt, përgjegjësi dhe dashni të pakushtëzuar. Na prift e mbara, falenderoj shumë. Falenderoj. Good.